Këto dy telefonat kushtojnë mbi 4.000 euro bashk. Hajde zbulojmë më shumë për Z Fold 8 dhe Z Fold 8 Ultra. Së pari, Z Fold 8 Ultra është vazhdimi i vërtet i Z Fold 7, i gjatë, i ngushtë dhe ekrani i brendshëm 8 inch. Ndërsa Z Fold 8 normal është formë totalisht e re. Dizajni pashaport, më i shkurtër por më i gjerë, format 4x3. Pra nuk janë më i shtrenjti dhe më i liri, por janë dy telefona për persona të ndryshëm. Procesori është i njëjtë të dy, Snapdragon 8 Elite gjenerata e 5, RAM dhe memorie njësoj. Pra performanca nuk është arsyeja pse pagon njërin më shumë se tjetri. Por ku ndryshojnë realisht, kamerat e Z Fold 8 Ultra janë 3. Kryesorja 200 megapiksel, telefoto 10 megapiksel dhe ultra wide 50 megapiksel. Ndërsa te Z Fold 8 janë dy sensorë, të dy 50 megapiksel, wide dhe ultra wide. Nuk ka telefoto. Bateria 5000 mAh kundrejt 4800 mAh, por të dy karikojnë me 45 W. Fold 8 ndërkohë peshon vetëm 201 gram. Foldi më i lehtë i bën ndonjëherë. Fold 8 200.000 lekë të reja, ndërsa Fold 8 Ultra 220.000 lekë të reja. Kë duhet të zgjedhësh? Nëse do kamera dhe ekran të madh, atëherë ky është zgjedhja jote Z Fold 8 Ultra. Nëse do diçka më praktike, më të lehtë dhe shikon shpesh video, atëherë zgjedhja jote do të jetë ky Z Fold 8. Si gjithmonë, të dyja modelet i gjen te shpresa Al. Ti, këto zgjidhje